rregullën 124 paragrafi 3 të thonë në qoftë se kuptojnë aktakuzën e ngritur kundër tyre dhe të konfirmojnë faktin që nuk janë fajtor. Zoti Thaçi, ju lutem qëndroni në këmbë. Mr. Thaçi, Zoti Thaçi, a e kuptoni aktakuzën e ngritur kundër jush? could you repeat that, Mr. Thatch? Thank you. Faleminderit, zoti Thaçi. Më 6 janar, ju tha që nuk jeni fajtor për asnjë nga pikat e aktakuzës dhe me 24 prill 2025, po ashtu tha që nuk jeni fajtor për asnjë prej akuzave në aktakuzën e konfirmuar të rishikuar. A konfirmoni pafajësinë tuaj, zoti Thaçi? Thank you, Mr. Thatch. Faleminderit, zoti Thaçi, mund të uleni. Zoti Smakaj, a mund të ngriheni, ju lutem? Mr. Smakaj, do you... Zoti Smakaj, a e kuptoni aktakuzën e ngritur kundër jush? On 6 January, you plead... Më 6 janar, ju u deklaruat jo fajtor për gjitha pikat e aktakuzës. A e konfirmoni këtë qëndrim tuaj për gjitha aktakuzat e ngritura ndaj ju? Thank you, Mr. Smakaj. You may be seated. Faleminderit, zoti Smakaj, mund të uleni. Mr. Kilai, could you please... Zoti Kilaj, ju lutem ngrihuni në këmbë. Do you... Zoti Kilaj, a e kuptoni aktakuzën e ngritur ndaj jush? Gjatë seancës paraprake me 9 dhjetor 2024, ju thanë që nuk jeni fajtor për asnjë nga pikat në aktakuzë. A e konfirmoni këtë deklarim jo fajtor, zoti Kilaj? Thank you, Mr. Kilai. Faleminderit, zoti Kilaj, mund të uleni. Zoti Fazliu, ju lutem ngrihuni në këmbë. Zoti Fazliu, a e kuptoni aktakuzën e ngritur kundër jush? During your initial appearance on... Gjatë seancës së paraqitjes fillestare më 8 dhjetor 2024, ju thanë që nuk jeni fajtor për asnjë prej pikat e aktakuzës. A e konfirmoni këtë gjë edhe sot për akuzat ndaj jush, zoti Fazliu? Si pafajshëm. Thank you, Mr. Fazli. Faleminderit, zoti Fazliu, mund të uleni. Could you please... Zoti Kuçi, ju lutem ngrihuni në këmbë. Zoti Kuçi, a e kuptoni aktakuzën e ngritur ndaj jush? Gjatë seancës së paraqitjes paraprake më 9 dhjetor 2024, ju tha që nuk jeni fajtor për asnjë prej pikat e aktakuzës. A e konfirmoni ato çfarë keni thënë në dhjetor? A e konfirmoni që nuk jeni fajtor për të gjitha pikat e ngritura ndaj jush? Thank you very much. You may be seated. Shumë mirë, mund të uleni. Mr. Thatchi, Smakaj... Zoti Thaçi, Smakaj, Kilaj, Fazliu dhe Kuçi, tani do t'ju informoj për disa të drejtat tuaja të rëndësishme që keni përpara kësaj gjykate në kuadër të bazës ligjore mbi të cilën funksionon gjykata.